Armiku modern në një lloj mënyre nuk vjen vetëm me tanke, sot e kësaj dite vjen me algoritme, me narrativa, me helm informativ. Prandaj mbrojtja civile, mbrojtja kibernetike, veprimtaria prodhuese, infrastruktura kritike, zinxhirët e furnizimit, komunikimi strategjik janë pjesë e sigurisë kombëtare dhe në këtë kontekst Shqipëria ndërton sot politikën e saj të mbrojtjes. Shtylla e parë e artikulimit të kësaj përpjekje të madhe buxhetore, të cilën e kemi kërkuar pranë sovranit, është kapitali njerëzor si themeli i forcës tonë. Është themeli në fakt i çdo ushtrie moderne dhe për këtë arsye do vijojmë politikën afatgjatë të rritjes së pagave në mënyrë të qëndësishme, me synim që deri në vitin 2029 të arrijmë mesataren e NATO-s. Rritja parashikon një rritje progresive, 60 deri në 70% për pagat bazë dhe 30% për nivelet më të larta të komandimit. Paralelisht me këtë përpjekje në kuadër të rritjes pagave, synojmë gjithashtu rritjen me 30% të komponentit aktiv, pra më shumë forca aktive, më shumë forca profesionale. Gjithashtu, viti 2026 do të mbështesi gjithë këtë përpjekje në paga dhe në arsim ushtarak, me reforma strukturore për të krijuar një kuadër ligjor më tërheqës. Do reformohet statusi ushtarakut për krijuar më shumë meritokraci, më shumë qëndrueshmëri në karrierë. Nga ana tjetër do vijojmë me komponentin rezervist në të gjitha strukturat ushtarake. Sikundër kemi filluar si vjet edhe me rikthimin e ushtarakëve që janë liruar nga detyra në të kaluarën, qoftë për arsye personale, për arsye të pagave të ulta. 2026-ën shtojmë sisteme artillerie dhe sistemet e para kundër ajrore mbas dekadash mungese të këtij kapaciteti në forcat tona. Jetojmë në një kohë ku emergjencat janë një realitet i përditshëm, nuk janë më realitet sezonal, e kemi parë në mbar rajonin, në mbar mesdheun, dhe Shqipëria nuk përbën përjashtim, ndaj dhe kemi një reagim buxhetor domethënës, buxhetin më të lartë të gjithë këtyre viteve, sikundër dhe forcën armatosur që e mbështet përmes rritjes së kapaciteteve me mjete ajrore zjarfikës. Kemi finalizimin e kontratës në këto momente dhe synojmë që mjeti i parë të na vijë brenda këtij viti, ndërkohë që formojmë dhe personelin përkatës. Rinovimin e flotës kombëtare të emergjencave civile, fal industrisë. Kemi fazën e parë përpara fundit të këtij 6 mujori dhe përpara fundit 6 mujorit të këtij viti, fazën e dytë të prodhimit të mjeteve që do shkojnë të rigjenerojnë praktikisht të gjitha flotat në përbashki, sikundër dhe në bazat të emergjencave civile. Për mbrojtjen civile do kemi 2 baza të reja, rajonale, një në Bushat për të mbuluar gjithë pellgun Shëngjin, Velipoj, Nën Shkodër, Lezhë. Përmendet shpesh në fakt çfarë bën Shqipëria, SHBA-ja, BE-ja, pozicionimi. Atë që mund të them është që për Shqipërinë nuk bëhet fjalë për një zgjedhje mes të dyjave. Mënyra se si ne ndërtojmë politikën në fushën e mbrojtjes ka të bëjë me identitetin ton tërësisht euroatlantik. Besoj se është pyetje e gabuar në themel, sepse Shqipëria ka 3 element kur vjen puna ke garancitë e sigurisë kolektive. E para njëherë aleanca NATO si garanci sigurie, Bashkimi Evropian është më shumë do të thoja në rrafshin e një projekti politik dhe civilizues dhe nga ana tjetër bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara është de facto boshti ku testohet besueshmëria jonë ushtarake. Ne nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit.